këtu ka dy aspekte. I pari është që janë të zgjedhurit lokal, të cilët duhet të jenë, unë do thëve, duhet të vijnë në rresht. Të kenë absolutisht një linjë mendimi, veprimi, çdo lloj ndarje, çdo lloj ideologjie, çdo lloj copëzimi i bën ata më të pafuqishëm. Ata duhet të kenë një zë, një mendim, një linjë dhe një kërkesë tek autoritetet të vendit ku jetojnë. Kjo është një. E dyta do të jetë ndihma që u japim nga Shqipëria dhe besoj edhe nga Kosova, s'kam asnjë dyshim, në mënyrë që këto problemet që janë probleme të drejtave të njeriut, që janë të saksionuara në legjislacionin ndërkombëtar, në konventat të ndryshme, ne t'i ngrejmë dhe aty ku jemi antar në organizatën ndërkombëtare. T'i ngrejmë në OSBE, t'i ngrejmë në Këshillin e Evropës, siç e kemi ngritur në OKB, dhe të mund të bëjmë që të jenë raportet e këtyre vendeve që të shkojnë pra raporteret, ekipet, delegacionet të shkojnë në vend për të konstatuar problemet. Dhe nga momenti që bëhen, dhe ja them nga praktika këtë, nga momenti që bëhen pjesë e raporteve, aty janë referenca për mëtej. Për shembull, rezoluta e miratuar nga Kongresi. Nga Kongresi Amerikan. Për të dohet dy pjesa. Është ka vlerë? Absolutisht. Ndonjëherë rezolutat nuk merren si kështu. Mos i merrni si copa letre, janë shumë më të rëndësishme se kaq. Domethënë, rezoluta ka krijuar një mekanizëm. Mekanizmi kërkon një raport. Raporti kërkon të shkohet në vend të verifikuar. Kjo është ajo që duhet bëjmë. Kjo është ajo që duhet kërkojmë dhe kjo është ajo që duhet ta vendosim në një kuadër sa më të gjerë në mënyrë që duke mbledhur pjesët e vogla të bëjmë pazullin e dur për të ndihmuar shqiptarët tanë në luginën e Preshevës. Zoti ministër, përpara se të mbyll temën e luginës së Preshevës, unë po sjell një fakt. Të gjithë drejtuesit, që kryetari i Këshillit Kombëtar shqiptar, qoftë kryetar komunash në luginën e Preshevës, përmendin Gen Cakaj. Ministrin e jashtëm, si ministri që arriti të mblidhte. Tani po ju pyes zoti Hoxha, a jeni gati sot të mblidhni dhe të thrisni të gjithë faktorët politikë shqiptarë, sepse ajo i mungon. E para mua vjen shumë mirë që përmendi një pararendëstimin. Jo, është i vetmi që përmendi se ka bërë diçka askush sipas tyre. As Ditmir Bushati, as kurrë nuk ka bërë asgjë. Për të emrave, domethënë, mua vjen mirë që një pararendës i imi, një drejtues i institucionit ku unë kam derin të jem tani, nga ajo karrike, nga ajo zyrë, ka bërë këtë gjë. Dhe është, mendoj, gjë e dur. Është absolutisht qasja e dur. T'jeni sigurt që unë do mundohem të vazhdoj të njëjtën gjë, me të njëjtën formë, me të njëjtën mënyrë, ta çojmë mëtej sepse më takon ta çojmë mëtej. Kjo ishte mesazhi që besoj gjithë në luginë e morën që ambasadori ndjes. S'ka gjë. Sepse bashkë kemi biseduar shumë, kemi zhvilluar shumë biseda online si ambasador, ministri kërkoi ndjes. Ju ambasadori jeni gjithë jetën. Unë ministri jam i përkohshëm. Pikërisht, ambasador do jeni gjithë jetën. Sa të doj personi që më ka ftuar, me cilin kam një kontratë për bërë punë të Shqipërisë. Kërkoj ndjesë, por nga që jam mësuar ambasadorin gjithë jetën. Kështu që ministri Hoxha e dha mesazhin për gjithë shqiptarin në luginë Preshevës. Do ta ndjekë atë rrugë, madje do ta çojë në nivel tjetër. Zoti ministër, për ta mbyllur rajonin, më pas do kalojmë tek temat e tjera. Në rajon e kemi edhe Greqinë. Edhe pse Greqia është në B, ju keni zhvilluar para pak ditësh një bisedë telefonike me homologun tuaj. Marrëdhëniet tuaja me Greqinë janë shumë të mira. Do thoja unë, jo të mira në momentet saktuar, por kemi shumë çështje hapur me Greqinë. Pa kërkuar detaje, sepse di që diplomacia ndonjëherë nuk është e detyruar mos i thotë të gjitha gjërat on records. Në bisedën që keni pasur me Gera Patritis, keni diskutuar edhe për çështjet e hapura mes Shqipërisë, marrëveshja e detit, ligji i luftës, e shumë pensione që për mua është gjë kryesore, është më me rëndësi se edhe se marrëveshja e detit. Nëse më pyesni mua, ajo është e para. Siç e dini, ministrja e jashtme Spiropali ka pas një vizitë në dhjetor në Athinë. I ka takuar të gjithë aktorët politik atje, unë e kam parë raportin dhe të gjitha këto çështje që ju përmendet janë diskutuar. Unë e kam marrë të dosje, e kam në zyrën time, është në të majtën time dhe e shoh për ditë kur hy dhe kur dal nga zyra. Në bisedën e parë që kam pasur me ministrin Gera Petritis, vetëm kanë konstatuar dëshirën më të mirë, më të sinqertë, më pozitive dhe më të e them, se nuk di si ta them në Shqip, forward looking, domethënë më perspektive, kështu që me gjeni më shumë frankofon, kështu që mund ta thonë në frëngjisht. Më perspektive për të bërë më të mirën. Marrëdhëniet ju thatë që marrëdhëniet janë të mira. Unë po ju them që marrëdhëniet që kemi sot me Greqinë janë marrëdhënie më pozitive që kemi pasur ndonjëherë në këto 35 vite. Ka një dëshirë të ndarë nga të dy palët për të ecur përpara.
I kemi provuar të tëra. Kemi pas periudha tensioni, kemi pas periudha maskuptimi, kemi pas periudha kur ja kemi bërë më të vështirë njëri tjetrit. Sot kemi një dakordsi për t'ia bërë më të lehtë njëri tjetrit. Greqia është vend antar. Ne kemi parasysh, po Greqia po na ndihmon dhe është ndërmbështetësit e mirë të Shqipërisë në procesin e negociatave. Po të mos donte Greqia, asnjë kapitull nuk hapeshe. Mjafton një vend, siç e kemi dëgjuar, siç kemi thënë, siç e dim mekanizmin. Dhe ajo që kam biseduar me ministrin Grabetrizë, pa treguar në gjithë që mbase nuk ka nevojë të tregohet, është që kemi një dakordsi për të avancuar sa më shpejt, sa më mirë, në mënyrë substanciale për të gjitha këto çështje, në një kuadër të përgjithshëm, e ka përmendur kryeministri disa herë, dhe dakordsia që kemi është vetëm të ulemi në punë. Është, që thash, një nga dosje prioritare që unë e kam mbi tavolinë. Unë do të jem së shpejti në një aktivitet ku do të jetë dhe ministri Grabetrizë, do kem takimin e parë me të për të shkuar më në detaje për të, por keni parasysh një gjë. Ne jemi angazhuar për të zgjidhur çdo problem me Greqinë apo me këdo tjetër, në mënyrë që në procesin e integrimit evropian të mos kemi asnjë hije, asgjë kundi. Greqia është vend antar. Greqia merr presidencën e BE-s në gjysmën e dytë të vitit 2027. Pra në momentin kur ne do të duam dhe mendojmë që do jemi gati të mbyllim kapitullin e fundit. Greqia e di, ne e dim, jemi të angazhuar dhe do bëjmë ç'është e mundur që kjo të jetë sukses për Shqipërinë, të jetë sukses dhe për Greqinë. Okej, është